Qeni mbërriti i pari. Ai erdhi nga pylli, i dobët, i uritur, i frikësuar. Por edhe e dobët u ndal. Ai u ndal para kasolles, ku djali ishte ulur në dysheme me sytë bosh. Pa baba. Pa ushqim. Pa askën. Ishte sikur njëri e njihte boshllëkun e tjetrit. Sikur dhimbja fliste një gjuhë që vetëm ata të dy e kuptonin. Djali nuk tha asgjë. Ai vetëm e zgjati krahun ngadalë. As qeni nuk lehte. Ai thjesht e vuri hundën në dorë dhe qëndroi aty. Ata nuk kishin emër për njëri tjetrin. Por aty filloi gjithçka. Një përqafim pa fjalë. Një lidhje e bërë nga heshtja. Djali jetonte me gjyshen e tij. Kjo nuk po ecte më siç duhet. Nëna? Unë kisha ikur për një kohë të gjatë. Babai? Askush nuk e ka parë kurrë. Kishte pak ushqim. Shtrati ishte i vjetër. Por pas qenit bota dukej më pak e ftohtë. Ai filloi të ndante bukën e thatë. Ai e ngrohu trupin e qenit me një leckë të vjetër. Dhe çdo natë flia duke e përqafuar, sikur të ishte e vetmja gjë e mirë që kisha. Qeni, nga ana tjetër, nuk u largua nga ana e tij. E ndoqa djalin kudo. Kur ai qante i fshehur në obor, qeni i mbështeste kokën në gjoks. Nuk kisha nevojë t'i kuptoja fjalët. Më duhej vetëm të ndjeja. Dhe ai ndjeu. Njerëzit në rrugë filluan ta vinin re. Ai qeni zi, gjithmonë i ngjitur pas djalit. Ajo shikim i dikujt që kujdesej, edhe pa ditur si të kujdesej për veten. Kishte njerëz që qeshnin. Kishte njerëz që thanë se ishte një magji. Por të dyve as nuk u interesonte. Sepse thellë vetëm ata e dinin se si ishte të jetoje me uri dhe mall çdo ditë. Djali gjeti një shok. Qeni gjeti një shtëpi. Por ajo që ata nuk e dinin ende. Koha gjithashtu merr atë që është shumë e bukur. Dhe në atë fshat të harruar nga bota. E vetmja gjë që kishte ende kuptim. Ishte ai përqafim i ngushtë midis një djali pa baba. Dhe një qen pa pronar. Çdo ditë ishte e njëjtë. Djali u zgjua i pari. E hoqa pëlhurën nga qeni dhe e putha në ball. Dhe do të shkoja të merrja ujë nga rubineti. Qeni po priste. I ulur, me veshët ulur, duke ndjekur çdo hap me sy. Kur djali u kthye, ai kërceu mbi gjoksin e tij. Por pa bërë rëmuj. Vetëm për të ndjerë sikur ai ishte kthyer. Gjyshja sapo shikoi nga dritarja. As nuk luftova. E dija që qeni ishte më shumë se sa thjesht një kafsh, ai ishte mbrojtje. Ata hëngrën së bashku. Ata fjetën së bashku. Dhe madje u sëmurën së bashku. Kur djali kollitej, qeni ja vinte hundën në bark. Sikur për të thithur dhimbjen. Sikur e kuptoi që diçka nuk shkonte. Ishte në këto kohë që ai e shtrëngonte qenin fort. E vura kokën në qafën e tij. Dhe qëndruan aty në heshtje. Askush tjetër nuk u shfaq në shtëpi. Fqinjëve u erdhi keq, por nuk ndërhyn. Secili me problemet e veta. Por qeni nuk e lëshonte. Nëse djali dilte për të marrë dru zjarri, ai shkonte me të. Nëse djali do të ulej në pemë, do të shtrihej në prerë. Nëse djali qau qeni ja lëpinte syt. Nuk ka nevojë të thuash asgjë. Ai e dinte. E dija kur gjyshja ishte më keq. E dija kur barku gromëriu. E dija kur zemra e djalit ishte më e zbrazët se pjata. Dhe edhe pa qenë në gjendje të flasësh. Qeni ishte gjithmonë aty. Kishte një herë kur djalit i erdhi mendja në mes të oborit. Ai ra për tokë, i zbeth. Qeni vrapoi, le, tërhoqi barin e gjyshes. Bëri zhurmë derisa ajo u ngrit. Ai ishte personi që shpëtoi atë ditë. Pas kësaj, gjyshja foli butësisht, kjo kafshë ka një shpirt, biri im një shpirt njësoj si yti. Djali nuk u përgjigj. Sapo e përqafova qenin përsëri. Kam frikë se do të humbaste vetmen gjë të mirë që kisha. Dhe atje, në atë cep të harruar të botës. Dy zemra të thyera që përpiqen të qëndrojnë bashkë. Njëri kujdeset për tjetrin. Edhe pa e kuptuar se çfarë ishte kujdesi. Por diçka në erë tashmë kishte filluar të ndryshonte. Një heshtje më e rëndë. Një lodhje në syt e djalit. Sikur po vinte fundi, edhe pa paralajmërim.
Djali nuk ishte më i njëjti. U zgjova më vonë. Fytyra më e zbeth. Këmbët më të dobëta. Qeni e vuri re i pari. U përpoqa ta thërrisja për të luajtur. Por ai vetëm shikoi tokën, i heshtur. Gjyshja ishte e shqetësuar. Por parat nuk mjaftonin as për bukë. Sa më shumë për ilaçin. Djali kollitej natën. U shtriva duke përqafuar qenin, duke djersitur i ftohtë. Dhe ai qëndroi aty duke lëpir fytyrën, duke u përpjekur të ngrohte gjoksin me trupin e tij. Një natë kolla nuk ndalej. Gjyshja qau butësisht. Qeni lehte me dëshpërim. Ai vrapoi jashtë derës. Ai e shkatërroi rrugën në errësirë. Ai trokiti në shtëpinë e fqinjit të tij, duke e gërvishtur derën me forcë. Fqinji e hapi të frikësuar. Ai pa qenin dhe dëgjoi të qarat që vinin nga kasollja. Vrapova atje. Ai e mori djalin në krah. E quajti makinë huazimi. Në derën e spitalit qeni u përpoq të hynte. Por ata e bllokuan atë. Ai qau, u lëriti, u zvarit në tokë. Ai qëndroi atje për 2 ditë, pa ngrënë. Duke pritur që djali të kthehet. Kur iku, ishte edhe më i dobët. Me një maskë në fytyrën tuaj. Dhe pamja e lodhur. Qeni kërceu, tundi bishtin. Por nuk kishte fesë. Djali thjesht e përqafoi fort, pa thënë asgjë. Gjyshja falenderoi Zotin, e falenderoi atë. Dhe e falenderoi qenin. Lagja e zbuloi. Historia u përhap gojë më gojë. Ishte qeni që e shpëtoi djalin. Disa qeshën. Të tjerë u zhvendosën. Por askush nuk pati guximin të mohonte atë që pa. Që nga ajo kohë, qeni nuk e lëshoi më, as për një sekondë. Nëse djali shkonte në oborin e shtëpisë, ai shkonte me të. Nëse flinte, rinte roje. Nëse kollitej, mbështete kokën në gjoks. Ishte sikur të thoshte, nëse shkon ti do të shkoj edhe unë. Por djali po bëhej gjithnjë e më i qetë. Më larg. Sikur trupi mbeti, por shpirti filloi të largohej ngadalë. Po qeni? Qëndrova i palvizur, duke shikuar qiellin. Sikur e dinte çfarë do të vinte. Djali mezi mund të ngrihej në këmbë. Dielli po shkëlqente nga dritarja, por ai as nuk e ktheu fytyrën. Qeni, i shtrirë aty pranë, vetëm shikonte. Pa tundje bishti. Nuk lejohen lehjet. Ai e dinte. E njihja si dikush që e nuhat. Si dikush që e dëgjon heshtjen në një mënyrë tjetër. Gjyshja u përpoq ta maskonte. Ja fshiva fytyrën. Ai tha se ishte vetëm pak temperaturë. Por ajo qau përballë sobës. Atë mëngjes, djali ja zgjati krahun. Me përpjekje. Në dhimbje. Dhe e thiri qenin me një zë të hollë. Eja këtu, miku im. Qeni u ngjit në shtrat. Ai u shtri me kujdes, sikur të kishte frikë se mos e thyente. Djali e kaloi dorën mbi hundën e tij. Ajo e shikoi në sy dhe pëshpëriti, faleminderit për gjithçka. Qeni i lëpinte gishtat. Bëri një tingull të lehtë, pothuajse një britm. Ata qëndruan atje minuta që dukeshin të përjetshme. Bota jashtë është zhdukur. Kishte vetëm atë dhomë, atë erë ilaçi dhe atë lidhje që dhemte aq shumë. Në pasdite, djali humbi ndjenja. Nuk fjeta. Fshirë. Gjyshja thiri ambulancën. Fqinjet erdhën për të ndihmuar. Qeni? Ai u fut në mes të gjithëve. Dhe shtrihej në gjoksin e djalit. Nuk le. Nuk doli. Qëndroi aty. Ata u përpoqën ta largonin. Ai gromëriu. Ata u përpoqën të tërheqin. Ai u kthye. Edhe kur djali u rrëmbye. Edhe kur e vun në barel. Qeni e ndoqi duke ecur ngadalë me hundën ulur. Te dera e spitalit e ndaluan përsëri. Por ai qëndroi. Ai u shtri në dysheme dhe priti. 2 ditë. 3. Derisa infermierja doli dhe tha, djali nuk do të kthehet. Atë natë qeni u zgjua. Ai u largua ngadalë. Me sy të lagur. Dhe arka bosh. E dia që lamtumira e fundit ishte thënë tashmë. Në atë dhomë të vogël. Me dorën e tij të dobët mbi leshin e ngrohtë.
Trupi mbërriti herët. Arkivol i bardh, i thjesht. Një lule e vyshkur në cep. Dhe gjyshja me vello të zezë, ulur pranë saj, me dorën që i dridhej në prerë. I gjithë fshati u shfaq. Disa qanin butësisht. Të tjerët thjesht shikonin tokën në heshtje. Por ajo që askush nuk e harroi. Atëherë hyri qeni. Vetëm. Pa jahë. Pa thirrur askush. Ai hyri nga porta, kaloi midis këmbëve të turmës. Dhe u ndal pikërisht para arkivolit. Njerëzit krijuan hapësirë. Dikush u përpoq ta mbante. Por ai u ngjit lart. Ai u ngjit me kujdes. Dhe u shtriva sipër arkivolit. Me hundën e ngjitur në dru. Sikur dëgjon zemrën që nuk rrite më. Në gojë mbante një lule. Një lule e bardhë. I njëjti lloj që djali ja kishte hedhur dikur në obor duke luajtur. Gjyshja qau më me zë të lartë. Dikush ra në gjunjë. Ata u përpoqën ta largonin. Ata tërhoqën fort. Por ai nuk u largua. Bromëriu. I tkurrur. Ai nguli putrat në arkivol sikur të ishte pjesë e tij. Ai qëndroi aty për orë të tëra. Pron. Me sy të përlotur duke parë pikturën e djalit të mbështetur në një trekëmbësh. Dhe kur e mbyllën arkivolin, ai lëshoi një ulërim të gjatë. I çmendur. Duke prerë ajrin si thik në për lëkur. Pastaj ra. Eci drejt varrit. Dhe shtriu në krah. Binte shinatën. Të gjithë u larguan. Vetëm ai mbeti. Me hundën në balë. Dhe sytë që nuk shikojnë asgjë. Të nesërmen herët. Varmisi tha se ishte ende aty. I lagësht, i ndyrë. Por i fort. Duke shpresuar që disi djali do të kthehej. Dhe edhe pa e kuptuar se çfarë ishte vdekja. Ai e kuptoi se çfarë ishte dëshira. Dhe ai nuk fjeti më kur në oborin e shtëpisë. Unë fjeta atje. I shtrirë në dy shemen e ftohtë. Afër vendit ku ishte zemra e tij. Ai kthehej çdo ditë me një lule në gojë dhe shpresë në sy. Koha ka kaluar. Jo shumë, aq sa duhet që njerëzit të përpiqen të kthehen në rutinën e tyre. Por askush nuk mund të ecte në përfshat pa e kujtuar atë skenë. Qeni, kreti zi, tani ishte ndryshe. Unë eca ngadalë. Me bishtin gjithmonë të ulët. Dhe sytë dukeshin sikur mbanin botën. Gjyshja e djalit tha se ai flinte në të njëjtin vend çdo ditë. Në cep të varrit në anën e majt, ku djali luante me të para se të flinte. Ajo i sillte bukë të thatë ndonjëherë. Por ai nuk hante gjithmonë. Ndjeu sikur stomaku i tij ishte ndalur bashkë me zemrën e djalit. Një ditë ai u shfaq përsëri me lulen në gojë. I njëjti lloj. Në të njëjtën mënyrë. Arrita herët në varreza. Shtriu aty. Ai e vendosi lulen sipër tokës së rrahur. Dhe ai ja nguli syt në hapësirë, sikur të mund ta shihte djalin në anën tjetër të kryqit. Shumë njerëz filluan të shkonin atje vetëm për të parë. Ata bën fotografi. Disa qanë vetëm duke e parë. Ata thanë se ai do të qëndronte atje për orë të tëra. Pa zë. Nuk lejohen lehjet. Sikur pret që të hapet një derë. Qeni u bë pjesë e peizazhit. Pjesë e dhimbjes së të gjithëve. Por në një mënyrë të bukur. Madje kishte edhe një mësues nga kryeqyteti që erdhi vetëm për ta parë. Bëra një foto. Video e regjistruar. Dhe postoj me mbishkrimin, dhimbja më e pastër që kam parë ndonjëherë nuk ishte njerëzore. Ishte një qen. Kjo shkoi në për të gjithë vendin. Një gazetar erdhi duke dashur të bënte një histori. Por gjyshja e djalit nuk e lejoi. Tha se nuk ishte një lajm gazete. Ishte një histori dashurie. Dhe dashuria nuk u shfaq, ajo u respektua. Megjithatë, njerëzit shkuan. Ata morën ushqim. Ata ishin të dashur. Disa mbanin edhe lule të bardha. Dhe e lan aty në varr. Në të njëjtin vend ku qeni e la të tijen. Një ditë, një fëmijë nga jashtë pyeti, a do të pres për gjithmonë? Gjyshja e djalit mori frym thellë. E shikoi qenin që ishte shtrirë aty. Dhe ai tha, ndoshta. Ose ndoshta thjesht dëshiron të jetë pranë dikujt që nuk e ka lënë kur vetëm.
Qeni nuk ishte më i njëjti si më parë. Isha i dobët. Më i vjetër. Gëzofi nuk ishte më aq i shndritshëm. Por syt ende kishin të njëjtin shkëlqim. Kur vrapoi pas djalit në rrugën e pasfaltuar. Që kur ndanin bukë, batanie dhe madje edhe frikë. Koha kaloi. Edhe qeni e ndoqi. Vetëm më i qetë. Më ngadalë. Dhe një ditë ai nuk u shfaq. Varmisi u habi. Gjyshja gjithashtu. Ata kërkuan me ditë të tëra. Ata thirrën. Ata bën zhurmë me tasin ku vendosnin ushqimin. Asgjë. Derisa dikush e gjeti atë. I shtrirë pas varrit. Në një hapësirë të fshehur prej balte. Me kokën mbështetur mbi një lule të bardhë. Dhe syt u mbyllën. Unë isha larguar në heshtje. Ashtu si që priste në heshtje. Nuk kishte të qara. Nuk kishte asnjë britëm. Vetëm siguria se djali nuk ishte më vetëm. Gjyshja e varrosi aty. Nga ana e nipit. Dhe ai vendosi një pllak të vogël prej druri me një emër të thjeshtë, Besnik. Tani ka 2 kryqe në atë cep. Një i madh. Një tjetër i vogël. Dhe midis tyre, lulet vazhdojnë të mbërrinë. Askush nuk e di kush e merr. Por të gjithë e kuptojnë pse.